Ndodh ashtu, po unë mendoj se Bajegi janë vedisu për këtë gjë, përpara ka qenë më e egzagjerune, tash janë më të vetbesune për atë, më të vetdijshme se ndryshe do të më qenë për një intervistë pune, ndryshe do të më qenë për një mbrëmje. Në tonë sot po mendojnë që dallohen. Për klientelin tem po flas që po. A din më mirë po ndoket se tash në TikTok pra po u dojnë po informohen make-upi për kamera, make-upi për në klub make-upi, edhe shumë mirë se janë të dalluar edhe na vetë si profesion i kena të dalluar me grimet. A më po, ka femën që vjen, i njët flakt për qatë dit, e lyp lajnerin, thëtë ngremi gjithë sytë se e ka me dollë, të dush mja ngrem, mja nuk sytë, ato flok po, se donë me pos, po, kur e kërkan ja banë. Ose vinte na për me i mjeku flok. Të dhe që mi bujtë për tej se i kanë ma të vogla, lyp diçka ma shumë se privetës, thëtë që mi bujtë ma shumë, do ma syri ma zive më donë ma ingrat, do më thonë lyp ma ekstra për mu dokë ma mirë. Do thonë shkuj njarë tek make-up artiste, na veç është problemi ma i madhe është, pastaj tek dermatologu. Problemi ma i madhe është e na për shumë se e merë foton të ajo që është bome me shumë sene, ndërhyrje e gjona, thot du kitë gremë edhe kështu me mba. Ajo problemi është që su hjek asë njëherë, ka qenë edhe për para, së më punoj që 25 vite, ka qenë edhe për para, edhe vazhdo në tjetë, e qëtë fotografinë të kështu me mba. Fotografinë e ka